Ne si shoqat jemi zotu tek vita, se Ministria shumë shpejt do të publikojë rezultatet, por nuk ka asgjë konkrete deri me tani. Ju lusim që rezultatet e mostrave të 2/7/2026 të qumshtit vita me vendim të posaçëm të i dërgohen qumshtorës vita me njëherë, në mënyrë që të përmirësoj imazhin e qumshtit vita, në mënyrë që automatikisht të mos ketë probleme të grumbullimit të qumshtit në ditën vijim, për shkak të stoqeve të krijuara në qumshtorën vita. Pra urgjentisht të merren masa në kontrollin e produkteve të importuara të dyshimta që përshiten në raftet tona me çmime shumë të ulta, në mënyrë që sa më shpejt qumshtorët tona të rrisin grumbullimin e qumshtit. Në protestën e fundit të mbajtur me datën 5 korrik, na është premtuar që rezultatet do të dalin së shpejti, edhe ne kemi marrë si mirë qenë këtë çështje, edhe kemi si shoqat kemi ndërhyr pa koordinim, ju them me plot përgjegjësi se kemi ndërhyr pa koordinim me qumshtorën vita, se mi konë bindun që do të fillojnë me grumbullu qumshtin e freskët. Mirë po, nga ajo ditë, deri më tani po kalojnë vetëm se 11 ditë, që rezultatet, na po kërkojmë, na e dim, nuk po dojmë me ndërhyrë në asnjë proces. Do më thonë, larg asaj, jemi, do më thonë, shumë transparent. E dim që Ministria na ka informuar që do të del me një rezultat. Mirë po, ne e dim që jenë marrë shumë mostra. Ne po i kërkojmë vetëm rezultatet e datës 2 korrik, sepse është dëmtu brendi i qumshtit vita. Këtë rast nështë ka marrë konotacion këpun që na po e mbrojmë qumshtorën vita. Është e vërtet se ka mbi 1000 fermerë të cilët dorëzojnë qumsht freskët në këtë qumshtore, jemi rritë bashkë si fermerë me ta, edhe kemi bo edhe investime të pas bindjen që si brand është i Kosovës dhe është qumsht 100% qumsht i fermerëve të Kosovës. Nuk kemi marrë asnjë përgjigje, i kemi e-maila, do të thonë që ju kemi dërgu për takim, nuk na kanë pranuar për takim, pastaj kemi qenë detyruar dalim edhe të flasim vetëm të vërtetën. Në atë ditë, kur kemi qenë unë si përfaqësues i vitës dhe fermerat, jemi dakorduar që qumshtin t'ja fillojmë marrjen e qumshtit për fermerave dhe t'ja fillojmë le t'i publikojnë rezultatet. Rezultatet ministri tha do më vinë mua me datën 10, unë jam i obliguar t'ju dërgoj juve si qumshtore, pastaj për konferencë për shtyp, disa i përpunoj rezultatet 3-4 ditë, do të dalë edhe unë me rezultatet e juja. Ne, si tha dhe fermeri Fidan Krasniqi, pa u dakorduar me bordin e qumshtorës vita, Fidani është dalë te dera e Ministrisë Bujqësisë, me datën 6 korrik ka thonë qumshti fillon të grumbullohet. Ne nuk ja kemi prishur fermerëve, kemi bë prej shumë telasheve të mëdha që kemi me qumshtin, ja kemi fillu grumbullimin e qumshtit që nga ajo ditë janë grumbulluar mbi 1 milion litra qumsht. Prej datës 6 deri me sot mbi 1 milion litra qumsht dhe ne nuk e kemi një rezultat të qumshtit vita që kanë ardhur me vendim të posaçëm vetëm për qumshtorën vita. Abrazen LLC që vetëm për vitën e kanë marrë mostrën e qumshtit vita. Nuk e kanë marrë brendit holla, vetëm qumshtit vita, edhe janë dalë me ca deklarata që kanë qenë pa të vërteta. Gjetje. Pastaj e kërkojmë, qumshti vita është qumsht i këtyre fermerëve. Nuk e prodhojmë ne, e prodhojmë fermerët, ne vetëm e përpunojmë. Ministri ka pas informat atë ditë nga unë personalisht që në Kosovë futet qumsht nga Serbia. Apo e mërojnë qumshtin e Serbisë dhe mi shkatru fermerët tanë, apo ku le dalin dhe flasin. E kanë informatin që nga Bosnia nuk e pranojnë certifikatën e Republikës Kosovës, ne nuk mundem të dërgojmë Bosnje produktet me origjinë shtazore, ndërsa Bosnia fut këtu çka të donë. Kushës që këto analiza nuk zgjasin mbi 2 apo 3 ditë. Analizat i ka ose kryeshefi Bekim Hoxha, ose ministri i ka në dorë minimum 10 ditë, nga data 2. Minimum 10 ditë. Nuk po dojnë, le ta tregojnë arsyeën pse nuk po dojnë, ne jemi të gatshëm ballafaqohemi, ne i kemi marrë edhe mostrat, i kemi aty të blombume, po nga vet AUV, që i ka vllombu vet veterinari i AUV-it, i kemi ne i rrymë aty, edhe i quajmë laboratorët të akredituar në Zvicër, në Amerikë, në Suedi, Norvegji, ku të kanë qef.